Po dëgjoni podcastin Mjekësisht e Lida. 15 vite nuk kanë qenë vite të lehta, kam pas ato sfidat e veta, kam pas vështirësitë e veta. Është fix Euroelectra adoleshente. Dhe është një moment cilin do duhet që të gjithë bashkë, ndryshe nga kapritshëm, ta mentorojmë, ta frymëzojmë dhe ta çojmë përpara për një rrugtim tashmë filluar, para 3 vitesh në realizum një projekt në Itali dhe pati suksesin që solli tashmë këtë impenjimin e dytë që po realizojmë në 4. Mirë se vini në këtë episod të veçantë të podcastit tonë. Sot do t'ju çojmë në një udhëtim, jo vetëm në natyrën mahnitse të Shqipërisë, por dhe në zemrën e një prej kompanive më të konsoliduara të energjisë në vend, Euroelectra. Këtë vit, Euroelectra feston 15 vjetorin e saj. 15 vite punë, inovacion, zhvillim dhe mbi të gjitha një familje gjithnjë rritje. Një rrugëtim që nuk do të kishte qenë i mundur pa përkushtimin dhe energjinë e stafit të saj. Pikërisht për të nderuar këtë përvjetor, u organizua një staff retreat i paharrueshëm me pjesëmarrjen e rreth 25 punonjësve, si nga zyrat qendrore ashtu dhe nga ekipi i terrenit. Retreati nisi që në mëngjes me një moment simbolik. Tullumbace festive u lëshuan drejt qiellit blu nga duart e të gjithë pjesëmarrësve, përfshirë dhe 4 fëmijët e pranishëm, të cilët e ndjen atmosferën njësoj si prindrit e tyre. Dikush tha me humor se për prindrit e tyre, Euroelectra është fëmia i 5 dhe ndoshta nuk e kishte as pak gabim. Nga Tirana u udhëtua drejt Komanit me një ndalesë të shkurtër për drek dhe çlodhje në vaun e Dejës. Aty nisi pjesa argëtuese. Lojra në grup, eci në natyrë dhe më e rëndësishmja, njohja më e afërt me kolegët në një kontekst të ndryshëm nga i përditshmërisë në zyra apo në terren. Por momenti më mbreslënës ishte padyshim udhëtimi me varg të shpejtë në liçenin e Komanit. Ka vende në Shqipëri ku natyra flet më shumë se sa fjalët, ku malet nuk janë thjesht pamje, por dëshmitar të kohës. Ku uji rrjedh jo vetëm për të lagur tokën, po për të frymëzuar mendjen. Një nga këto vende është dhe liçeni i Komanit. I krijuar në vitin 1978 pas ndërtimit të hidrocentralit me të njëjtin emër, ai shtrihet i gjatë e i qetë si një pasqyrë e thellë që reflekton më shumë se vetëm qiellin. Reflekton atë që ne ndërtojmë, që investojmë, që lëm pas. Liçeni i Komanit mbushet nga ujërat e kristal të lumit të Shalës, një rrjedh që vjen e pastër nga zemra e maleve, që bart freskinë e natyrës dhe thellësinë e burimit. Është pikërisht aty, në këtë udhëtim të ujit, nga mali në liçen, ku gjejmë një metaforë të përkryer për udhëtimin e Euroelektras. Si uji që rrjedh dhe mbush, edhe ajo ka mbushur sektorin e energjisë me zgjidhje të reja, me standarde të larta dhe me vlera të qëndrueshme. Në 2008 nisi si një ide për të sjellë sisteme diellore në shtëpitë shqiptare. Sot, pas një dekade gjysmë, ajo është lider kombëtar në energjinë diellore dhe në shpërndarjen e materialeve elektrike. Si lumi që s'ndalet, Euroelectra nuk qëndroi në vend. Në 2010-ën, ajo mori formën e një kompanie të strukturuar dhe vetëm pak vite më vonë ndërtoi një portofol të gjerë produktesh e shërbimesh, nga panelet diellore më të avancuara në botë si SunPower, deri tek invertet Fronius, sistemet inteligjente për shtëpi, automatik industrial dhe karikuesit për makinat elektrike. Në 2016-ën, Euroelectra projektoi dhe instaloi sistemin e parë fotovoltaik industrial në Shqipëri. Në 2018-ën u bë distributore ekskluzive e SunPower për vendin e rajonit. Si uji ftohtë i Shalës që forcon çdo gur kur rrjedh dhe teknologjia që Euroelectra solli forcoi standardet e tregut vendas. Të nesërmen në kthim për në Tiranë, grupi bëri një ndalesë në një tjetër pikë të veçantë, mrizi zanave në Fisht, një ndër klientët e Euroelectrës dhe një nga kulmet e agroturizmit shqiptar. Atje, përveç një dreke tradicionale fantastike, pjesëmarrësit u njohën më nga afër me filozofinë e qëndrueshmërisë dhe krenarisë lokale që përfaqëson ky vend. Në fund të këtij episodi, nuk mund të mos theksojmë rëndësinë që kanë këto momente bashkimi dhe frymëzimi për një kompani që rritet çdo vit, jo vetëm në treg, por dhe në shpirtin e komunitetit të saj të brendshëm. Gëzuar 15 vjetorin e Euroelectra dhe faleminderit që na lejua të jemi pjesë e kësaj rruge të bukur. Uroj që ky rrymë të jetë siç ka filluar, besoj
pozitivisht, uroj që të jetë akoma më pozitiv dhe më mirë për gjithë. Gëzuar dhe suksese sa më shumë, që të gjithë së bashku. Gëzuar. Në mënyrë të vazhdueshme se cilin nga në emision, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Motro, ndoshta në Instagram që është Amy Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MZC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht.